Jo vetëm stina e dimrit, por edhe kjo periudhë me temperatura të larta po sjell probleme me energjinë elektrike për Kosovën. Kompania kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO ka konfirmuar se nga 21 qershori Kosova ka hyrë në një fazë të mungesës së theksuar të energjisë elektrike të prodhuar në vend. Situata është aq serioze sa në skenarin më të keq, e gjithë energjia për konsumatorët, qytetarët, bizneset e institucionet do të vinë nga jashtë. KESCO u bëri thirrje qytetarëve që të kursejnë. Importimi i sasive të mëdha është problematike si teknikisht po ashtu edhe financiarisht. Pavarësisht sfidave të mëdha logjistike dhe kostës së lartë të energjisë në tregjet ndërkombëtare, KESCO është duke ndërmarrë të gjitha përpjekjet për të siguruar furnizimin e nevojshëm dhe për të garantuar qëndrueshmëri në sistem. Por edhe përkundër alarmit, Korporata Energjetike e Kosovës dha një lajm inkurajues. Tha se aktualisht është duke prodhuar rreth 400 MWh energji elektrike përmes dy njësive gjeneruese B1 dhe A2, ndërsa punohet intensivisht për të rikthyer në operim edhe një njësi tjetër të termocentralit Kosova A. Por mbetet dilema se sa Kosova ka kapacitetin për të siguruar në mënyrë permanente energjinë elektrike për qytetarët e saj, apo do të rrëshqas drejt varësisë nga importi.